E keni vënë re sa problem është bërë pjesa e parkimit në Durrës, në qendër ose rreth qendrës, do së rollatësh një çerk orë 20 minuta, prapë do gjesh vend dhe aty ku do e lesh do rish me mendjen se e lash mirë apo e lash keq. Por nëse ti blen këtë apartament, këto strese nuk do i kesh, pasi ky apartament gjithashtu disponon dhe një garazh në katër -1 me qepen elektrik. Apartamenti ndodhet tek Markata, është 2+1, 84 metra katror, ndërsa garazhi është 21 metra. Po jemi tek salloni ndenjes e apartamentit bashkë me ato të gatimit. Në apartament janë bërë totalisht punimet nga e para, duke nisur që nga padinimi i mureve, sistemi elektrik, hidrolik, dritaret e reja, dobje plastik, gjithashtu dhe parketi. Në hyrje kemi një korridor të vogël shpërndarës, ku në të djathtë kemi dhe pjesën e tualetit. Gjithashtu tualeti është restauruar totalisht nga e para. Aktualisht në apartament mungon vetëm pjesa e pastrimit dhe dyert të brendshme që i presin vim ka ditë në ditë. Nga kjo anë kemi dhe 2 dhomat e gjumit, kjo është dhoma e fëmijëve, një dhomë vogle përshtatët për fëmijë, për një krevat ose një krevat marinar, dhe nga kjo anë kemi dhomën e çiftit. Dhomë e cilën kemi dalë edhe tek balkoni i apartamentit. Apartamenti është me orientim jug-perëndim, pra ka dritë dhe ndryshim natyral gjatë gjithë ditës. Siç thash, disponon 84 metra apartamenti dhe 21 metra garazhi. Është në shitje për një vlerë prej 125.000 euro i diskutueshëm. Për gjithë ju që po kërkoni një pronë të tillë, pranë qendrës, vetëm për të bërë mobilimin dhe të futjen në brenda, mos hezitoni të më kontaktoni dhe të bëni tuajin këtë pronë. Ju mirëpres.